Pastaj të ndërruar vëllezër, një tjetër dietar, një tjetër imam, Abdullah ibn Mubareku apo Ibn al-Mubareku, i njohur për shumicën për juve, ka thonë, monën mena, mesazh i qartë edhe i fortë, ka thonë, ai i cili e neglizhon etikën, edukatën, moralin e tij me Allah, më thonë e neglizhon, si e rëndësi edukatës, etikës, moralit, Allahu e privon prej syneteve. Se për i shoh do njerëzën që i kanë lënë synetet. Për i shoh do njerëz, do besimtar, i kanë lënë synetet. O, të nejt me ta pasha Zotin. Për i shoh sjellje jo të mira, le me hoxhën, po në raport me prindët e vetë, me familjen e vetë, me Zotin e vetë, me Kur'anin me pejgamberin me xhamin e. Qish po del fjala, kush e neglizhon etikën, moralin, edukatën, çka privohet nga syneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk monet ai me praktiku synetin. Nuk monet ai me dal prej shtëpisë me kamën e djathtë me thonë Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwwata illa billah. Me të majtën dhe. S'monet ai kur të udhton me knu duan e udhtarit, për shembull, me lexu duan e udhtarit nëse din përmendsh. Privohet për këtij syneti. S'monet me pi me djathtën, pin me të majtë, çka ka lidhje? Ka lidhje dhe zgjidhje. Lidhja e parë është që është sifati shejtanit me të majtën, e zgjidhja e kësaj lidhjes që të ka lidhë dyje, është ka me pi me djathtën, siç ashtu na ka porosi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. As po thojmë që shkon zemë xhenemit, mirë pas është për edukatës, se dini këtë atë hadithin e njohur të ati qunit vogël që ka hangër në prezencë pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe aty të hangër, ja nisi haq atje, haq tu, bëj këtë gjeste e të mira, e tash si me ka këtu, ka dersën që to, po nejse kjo është temë tjetër, po vetëm qysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë edukatën, ai vogël ai ka thonë ja ghulam, o qënë, o djalosh, semmillah, thuj bismillah, përmenda Allah, wa kul bi jeminik, ha me të djathtën, wa kul mi ma jelik, edhe ha para veti, që të para veti, që të kutë për këtë ty, mos ha ka para të tjerve. Në pëshëqin nuk ka njëjtë si me djathtën, si me të majtën, se të kërë po, jo njëjtë është, jo nuk është njëjtë. Na i kena dy kursi që to, po, një është për të poshtë, ndroja venin, veç këtë thirën emergjencë, vëlla me kam bo, se kësë në rrugë ka pume, del knena, ose të djaftë. Do të me vëzit në djaftë. Dhe Ibn al-Mubareku ka thonë pastaj, dhe ai i cili, e para pra, ai i cili neglizhon, ai i cili lën anash, rregullat e edukatës, etikës, moralit, çka Allah e privon prej suneteve. E kemi të kuptueshme si të pjesë, e dyta, të gjënë me. Pastaj ka thonë Ibn Mubareku, ai i cili i neglizhon, i ignoron, i lën sunetet, çka ndodh? Allahu e privon prej kujt? Prej farzave. Si të pa ish dikën që po i lën sunetet, s'po thonë veç sunetet në xhami, se ato që falen, se në xhami edhe kur t'hish me kam djathtë me knu dana është sunet. Si të lejsh ato, nuk është e mirë. Pastaj, i lën sunetet para drekës, ose para sabajt, nuk është e mirë. Sunetet para drekës nuk është e mirë. Sunetet pas drekës nuk është e mirë. Sunetet pas akshamit nuk është e mirë. Sunetet pas yatsis nuk është e mirë. Ai i cili pra i neglizhon, runa zot i ignoron, i lën me qëllim sunetet, Allahu e privon, e ndalon prej kujt? Allahu e ndalon prej farzeve. Dhe e treta, pra që tash i pëjlon sunetet, çfarë do suneti qoftë? Ai namazit, i agjerimit, i haxhit, i leximit Kur'anit, suneti i xhamisë, apo i rrugës, ku ta diu ne? Po si ti le sunetet veç këshire ka dalë ka me t'i lënë edhe farzët, sidomos te namaz.
para mendojnë e vllazër, për ja bëjnë për tërheq një diagonale, për ja bëjnë një krahasim. Jo çdo herë krahasimet janë të mira, po nga njerë janë. Baballarët tonë, gjyshët tonë, para 40, 50, 60, 70, 80, 100 vite. Kur e ka fillu namazin, ka vdek e nuk e din ndoshta nisën e qikaj. Ka vdek e nuk e din ndoshta që namazin e vitit e ka falë nën 3 rekate. A më besoni, e disa pyetja na vjen edhe privatisht, edhe në media, edhe me shkrim, me mesazhe, me rrjetet sociale. Selam aleikum o gjithë, nëse s'pengoj një pyetje si shpejt, por nëni, apo me fal vitrin në rekat. Pse atë janë sallë operacionet të tij 12 orë edhe po lodhe shumë të operime tani të falin një rekat. Jo kafsh atje leje krejt, Allah e din jetën tënë. E dini pse? Pse e lën ky vitrin? Ose pse e ka kthy veç një rekat? Se çka i ka neglizhuar sunetet. Ka dalë tash fillojnë krizat e mëdha. Krizat e mëdha, fatkeqësitë e mëdha ku ti lejsh farzën. Edhe tani kur ti lejsh farzën, nuk i lën për një herë. Se i shejtani nuk është budall, mos me ditë me të mësu për keq. Ai din me të mësu për keq, por mirë nuk din. Edhe çka? Thot, po lejnë herë se s'bëhet nami se 2 miliardë indianë s'po falen e 2 miliardë kinezë, po do thë krahasime banale që bëhen. Edhe tash ti e lën. Kur e lën, po del, po vazhdoj ka jetën. Tani e pyet hoxhën, a bën me lën namazin? Jo, asnjë jo. Ja, po i ka xhefendit. Se kum lën ditën edhe po vazhdoj ka jetën. Jo vallahi, ke pasur as vdekje çat ditë. O dash me armë të pa me të shpërin ngushëllime, sinqerisht. Ai që lën ndaj farz, shko shehe. Thuaj ngushëllime o vëlla. E pendov, e kërkoj falje Allahut, e këthav tek Zoti. Dhe ai cili pastaj privohet nga farzët, ka thonë Allahu te bareke ve taala e privon prej dijes, prej njohjes së gjërave të dobishme. Tash ku t'ja nis me i lën farzët, Allahu çka ja bën haram, ja ndalën me i kuptu senet, me i njoft senet mirë, edhe nuk i njeh. Edhe pastaj çka? E ke pas që shtojnë? Çka ka lidhje? Si ai që po pin duhan, si ai që s'po pin njëjtë. Si ai që po pin drogë, si ai që s'po pin drogë njëjtë. Si ai që po pin alkool, si ai që s'po pin alkool. Se tashmë nuk i njeh senet. Tash i duken senet njëjtë. Çka ka lidhje po? Si na që po falmi, si ata që s'po falen. Ose ai që s'falet atë kështu. Si ju që po falni, si na që s'po falmi, çka ka lidhje? Jo ka lidhje shumë, ata nuk e kuptojnë.